Jemi rikthyer dhe tashmë në studio e kam profesorin Arlind Farizi, me të cilin siç thash do të flasim për rrugtimin e tij, për krijimtarinë e tij, por gjithashtu edhe për sfidat që ka në fakt edhe libri sot, duke qenë se kemi një ditë të shënuar, dita botërore e librit dhe të drejtave të autorit. Përshëndetje, mirë se erdhe profesor, po të drejtohem me profesor. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Prizma, që do ndash pak nga rrugtimi yt, por gjithashtu edhe për të folur pak edhe për një temë që shumë e rëndësishme, sfidat që mbase sot mund të ketë edhe libri. Megjithatë, do doja fillimisht para se të hyjmë në temë, të ndalemi pak edhe tek lajmi i hidhur që morëm sot, në fakt në një ditë të shënuar, krejt rasti në një ditë të shënuar, ndërroi jetë edhe akademiku ynë një figurë shumë e shquar shqiptare Recep Qosja, që në fakt ti ke qenë edhe studenti i tij, ke pasur edhe profesor. Çfarë do të na thuash? Po sigurisht është lajm i hidhur. Recep Qosja nuk është një personalitet i panjohur. Është nga ata njerëz të cilët meritojnë të quhen doajen të letërsisë, ka lënë pas vetes një mori veprash të cilat sigurisht të mbeten modele se si duhet ndiqen si në aspekt të shkrimit, si në aspekt të kritikës letrare. Kam pas fat që ta kem profesor të lëndës estetikës dhe besoj se emocionohem me këto pamje që i shohim të profesorit se vazhdimisht ka pat këtë lloj imazhi, siç që ka edhe në foto, vinte i përgatitur në orë, me do skema të vogla, me do letra përmes cilave shpjegonte konceptet bazë të estetikës. Ne kemi pas profesor në studimet e masterit në drejtimin e letërsisë dhe kam mbrojtur një lloj miqësie me ta edhe pas mbarimit të kohës ku ishte profesor. Është një mik i madh i Universitetit të Tetovës dhe bashkë me shumë profesor si Agim Vinca, Nebi Islami, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për të ruajtur atë punën që ka universiteti dhe t'i mësoj studentët. Ishin një grup i madh i profesorëve që vinin nga Prishtina ashtu të organizuar dhe vinin si pako deri në universitet, mbanin ligjërata dhe ktheheshin. Një kontribut që nuk do të mohuar. Dhe besoj se këtë njeri kemi bërë shumë. Është jashtëzakonshëm studimet e realizmit dhe romantizmit shqiptar janë vepra kapitale të pazëvendësueshme sot e kësaj dite, pavarësisht se ka një kohë shumë gjatë për ku ato kanë pas dritën e botimit, kanë fati takim dhe kompletin e Recep Qosjes dhe besoj pas vdekjes tij ne do të rikthehemi edhe një herë ta lexojmë se pikërisht rileximet japin mundësi që ti kuptojmë ata që si kemi parë më herët në leximin e parë. Sigurisht. Është humbje e madhe, realisht, për gjithë kombin shqiptar, është personalitet i cili ka një kontribut jashtëzakonshëm në çështjen e pavarësisë së shtetit të Kosovës. Është rrezatues kudo, si letrar, si kritik letrar, si romancier, sepse pjesa që na lidh mbase emocionalisht më shumë me profesorin është pikërisht veprat e tij, romanet e tij. Nuk them se i kam lexuar të gjitha, po mbaj mend për shembull te vdekja më vjen presive të tillë, është një personazh i Danjollit Qerkës, sepse e kam studiuar personazhin dhe është një nga personazhet cilët i ka tipologjizuar jashtëzakonisht mirë. Dhe mbetet si një personazh emblematik. Danjollin e Qerkës e kemi kudo në shoqërinë tonë dhe vetëm duhet ta identifikojmë. Shumë e vërtet. Në fakt po edhe ka qenë sigurisht një nder shumë i madh që ta kesh pikërisht edhe profesor, por më trego pak nëse mban mend ose diçka që të ka mbetur në mendje nga metodat e tij të cilat i ka pasur si profesor, që sot mbase edhe ti i ke marr në një farë mënyrë edhe ti ushtron. Po kështu shkurt, më thon se si hynte në klasë, në kapotëzi, telefon këmbë, mbanim mësim dimrit, ftohtë sigurisht në ato auditore, flas për vitin 2010, dhe më pëlqenin ato skedarat, ato fletat e vogla që kishte palu kështu me një delikatesë dhe për secilën kishte ka një temë dhe të njëjtën e zhvillonte. Andaj dhe sot kur kam marrë në emision kam përgatitur një koncept vogël se duke ndjek pikërisht metodologjinë e mësimdhënies që ka pas profesor Qosja, fliste qetë, qartas, nuk e shtonte. Nuk ishte mërzit ta ndjekësh pikërisht një ligjëratë të profesor Qosjes. Mandje në kohën kur ai ishte profesor, kishte njerëz të cilët edhe sulmonin nga ana sepse pikërisht pikpamjet e tij politike nuk ishin ndonjëherë që shkonin për çefi disave, kishte njerëz që kanë shkruar libër ka botuar kundër Qosjes, dikush s'po ja përmend emrin. Dhe mbaj mend se pikërisht atij autori i kam replikuar me një lloj polemike dhe ja kam botuar shkrimin në revistën, gazetën kur ai ishte kryeredaktor. Dhe më tregon miku i Recep Qosjes, ai që binte për herë në Universitet Hamid Fazliu, ja ka çu gazetën në akademi atje, thot, shife Arlindi ka shkruajt të ka mbrojtur, ishte një kontribut shumë modest pikërisht të kundërvej me disa njerëz, sepse një figurë e tillë nuk shmontohet as me një libër komplet të botuar kundër tij.
është një antilibër. E more ndonjëherë reagimin e tij për këtë shkrim që e ke bërë? Më se amitim ka thonë në telefon se vetëm ka qesh. I bëj qefi sepse pikërisht kategoria e këtyre njerëzve ndoshta nuk ka nevojë për mbrojtjen prej Arlindit ose dikujt tjetër, janë të mbrojtur me vlerat që ato kanë, por nuk është mirë të krijohet kjo strategjia e goditjes së këtyre personaliteteve sepse i kemi të rralla. Bota nuk i ka, kërkon tiket, ndërsa ne i kemi dhe shpesh i bëjmë dëm. Shumë e vërtet, në fakt nuk dim t'i ruajmë, nuk dim t'i respektojmë atër kur duhet, megjithatë ai do të jetë gjithmonë i pavdekshëm, kontributi i tij është i padyshim. Ke ndonjë këshill që mbase të ka dhënë që gjithmonë të ka mbetë në mendje një këshill kur ke filluar mbase shkrimet e tuaja të parat ose diçka që ta ka dhënë? Tek studimet, më thënë për mënyrën se si ne duhet t'i qasim një vepër letrare, sepse ne poshtë që bëjmë punën e pedagogut letërsisë, ne kemi kryer një doktoraturë në magjistraturë. Sigurisht. Dhe ne jepte pikërisht literaturë. Dhe shpesh ne jeptin literaturë sërbë-kroate. Ne këto mbiemrat që mbarojnë me sikur s'na pëlqejnë. Për shembull në çështjen e estetikës, thotë merr një librin e Darko Grliçit, është shumë i mirë. Në profesor edhe Nikolaj Hartmani ka shkruar për estetikën, po është i huaj. Kroatët kanë shkollë. Sepse e jep të përvojën e vet të leximit dhe e bartet e ne. Dhe sot e kësaj dite, edhe pas rileximeve që ne kemi bërë pikërisht aty kategorive estetike, ato që janë të përmendur atë Darko Grliçi vazhdojnë mbeten sot e kësaj dite më të mira në interpretim dhe më të lehta për zbatim në një studim të caktuar, për shembull, ose ne e marrim groteskun si kategori estetike dhe studiojmë tek Adareja, rruga për e cila të çon më lehti për të studiuar pikërisht groteskun tek Adareja është parimet estetikës që vijnë pikërisht nga autori i cili e përmend. Është një lloj teknike të cilën jam mundu ta kopjoj nga profesori. Shumë e bukur kjo. Mbaj mend edhe një fakt të veçantë sepse sa herë që vinte në Tetov bashkë me mikun e tij na porosiste t'ia blenim në revistën Nin, një revistë e famshme kulturore kroate. Ajo shiteshte në një kant të qytetit, në një kant vetëm se në Prishtinë nuk ishte, dhe ne shkonim ja blenim dhe ja dërgonim. Thonë, pse e don kaq shumë këtë revistë Nin? Brenda Ninit çdo numër pothuajse kishte polemikat, që ky kishte si profesor, si kritik letrar për çështje të caktuara të teorisë me kritik të botës, me kritik të Ballkanit. Te kishte qejf të ketë në ato bibliotekat e veta. Shumë e bukur në fakt edhe kjo që sapo tregove, faleminderit shumë që ndave edhe nga përvoja. Të nisim me rrugtimin tënd, do doja që të hym pak tek rrugtimi yt, sepse ti je edhe profesor universitar, por gjithashtu edhe shkrimtar, tashmë me disa libra të botuar. Më trego pak kur ka qenë momenti kur veçmë e ke ditë që libri do të ishte pasion i yt. Letërsia shqipe, le të themi, letërsia në përgjithësi është shqipe, po letërsia në përgjithësi do të ishte rrugtimi yt, jo vetëm pasion. Realisht është mosha e gjimnasit. Edhe këto nuk mund të lë pa përmend atë përkrajnë individuale të profesorëve të letërsisë. Rasti konkret ka qenë profesor Fatmir Sulejmani, i cili përmes shtëpisë botuese Brezi 9, pasaj kohë, flas për vitin 2001, shumë kohë, shumë larg, u botua libri i parë me tregime, Romeo patjetër do të vdes. U lexua shumë, interesant, gjimnazistët e lexojnë ndërkohë që ato merren me fustane, me matura. Ishte një kohë ndryshe, ku libri vërtet qarkullonte, madje shëtiste klasë në klasë. Të flasësh për 1000 kopje tirazh dhe të shpërndahen aq shpejt është një fakt që tregon jo vetëm për çështjen e menaxhimit të librit, por thjesht asaj dashurie që kanë pas në atë kohë për të lexuar. Dhe kjo është punë e profesorëve të letërsisë, aty në profesorëve të mirë të letërsisë që gjimnazi i Tetovës quhet për profesor të mirë të letërsisë. Në ndërto është dhe Fatmir Sulejmani, Ibrahim Veliu dhe shumë të tjerë të cilët e donin letërsinë dhe e bartin si dashuri edhe tek nxënësit. Madje ka qenë viti 2002 për botuar sërish një libër tjetër me tregime të shkurtra, sepse mendoja se shqiptarët nuk lexojnë gjatë, e më të prirur të lexojnë shkurt. Tregimi është ai tip i prozës së shkurt që krijon mundësi të absorbosh shumë çka në një tekst të shkurtër. Dhe mendoj se tregimi i shkurtër është një zhanër i cili shumë pak shkruhet te na. Unë kam mësuar se si shkruhet tregimi i shkurtër pikërisht nga autorë të Shqipërisë, si Ridvan Dibra, si Shazim Mehmeti, i cili është jashtëzakonisht mjeshtër i tregimit, dhe kemi pas modele. Ne nuk i kemi njohur. Ne kemi qenë përgatitur edhe për fizikë, edhe për kimi, kam lidhur basket mirë. Po pikërisht prirja për të kaluar në letërsi është një lloj orientimi. Sigurisht nuk jam penduar profesorët që më kanë orientuar ka letërsia. Uroj t'i kem arrit ato pikat cilat një profesor i shet e një nxënës i vet.
është një marrëdhënie interesante me letërsinë, me shkrimin, me librin, një siç është e marrëdhënia ti mjekut me atë këmishën e bardhë, me stetoskopin, dhe është një mënyrë jetese, është një lloj dashurie komplet ndryshe dhe ti dikton ato ritmet e jetës. Sigurisht. Dhe sot e din që e ke zgjedhur rrugën e duhur, drejtimin e duhur. Besoj se po. Nuk jam penduar. E mban mend cili ka qenë libri i parë që ke lexuar si fëmijë? Unë mendoj se më me qejf, në atë kohë kam lexuar romanin I huaj të Albert Camus. Dhe e lexoj jo për t'i bërë qefin profesorit, se e lexova sepse pikërisht ai roman flet për tema ekzistencialiste dhe në moshën e gjimnazit këto tema nuk janë lehtë të absorbueshme për një perceptim nxënësi. Po e kam lexuar 2 herë, 3 herë, 4 herë, derisa ta mbrijat, ta asimiloj atë kuptimin që ka vepra. Ndoshta e kam gabuar dhe në rileximet që ne sot I bëjmë nga një prizëm tjetër, nga një prizëm shkencor, dallon nga leximet e para, sepse leximet ndryshojnë. Një vepër nuk ka përherë një interpretim të njëjtë. Qoftë edhe I njëjti lexohet nga I njëjti lexues, në mosha ndryshme, në nivele tjera përgatitje shkollore, shkencore, libri ndryshon. Dhe vërteta është një vërtet autori dhe lexuesi tenton të krijojë të vërtetën e lexuesit. Megjithatë, për herë mbetet aktual I huaj Albert Camus, një roman I jashtëzakonshëm që jap edhe si model për lexime të lira para studentëve, për te materiale që ne kemi për lëndë caktuara, sepse ligjeroj lëndën e teorisë letërsisë, një lëndë bazë e cila ti mëson pikërisht të strategjitë e çmontimit të asaj vepre letrare, ti mëson ata dyrë për ka duhet hyrë në një tekst. Dhe fatmirësisht katedra gjuhës shqipe ka studentë mirë, cilët vinë ta studiojnë gjuhën e letërsisë shqipe, po vinë me një pasion edhe për librin. Janë të ndara këto që e duan gramatikën, morfologjin e sintaksën, dhe janë të ndara këto që kanë një temperament më artistik ose janë më apasionant poezisë ose të tregimit. Për cilën ka më shumë interesim. Jo se janë të ndara, se ne kemi katedrën gjuhë dhe letërsisë shqipe. Edhe letërsia është gjuhë dhe në kuadër të letërsisë ne bëjmë analizë gjuhësore të tekstit. Po megjithatë hetohet ajo prirja për të shkruar mirë, për të shkruar drejt. Madje me një eset vetëm I shohim studentët tonë se cilët kanë prirje për të qenë nesër një profesor I letërsisë ose një studiues I letërsisë, se ne ato I përgatisim. Kemi shumë shkrimtarë të cilët kanë dalë nga katedra e gjuhës shqipe që sot janë emra eminent të letërsisë shqipe në Maqedoni, siç është Nuria Emërllau, Valdeta Dulau, Kaltrina Sadiku, janë produkt me shumë krenari, them produkt I punëve tona, se ne kemi punu me ta, dhe na kanë falenderuar me një sukses, për shembull Nuria ka qenë fituese e çmimit Kadare, që paraqit një vlerë dhe krenari për gjithë kuadrin arsimor dhe stafin tonë që jemi brenda katedrës gjuhës shqipe. Shumë e vërtet në fakt sidomos Tetova, më duket sikur është vendi që ka shumë... Po të bëjmë një prerje historike, Tetova që nga vitet 95, kalon gjumë sepse është vërtet një qendër kulturore, jo se Shkupi nuk është ose Korçova nuk është, po thjesht që në Tetovë janë grumbulluar pikërisht ato aktivitetet më të rëndësishme që përbërin atë imazhin komplet të kulturës. Kemi patë shoqata të shkrimtarëve të cilët kanë funksionuar jashtëzakonisht mirë, kemi autorë të cilët janë fenomenal, që kanë patë mitësi të jashtëzakonshme, me një kohë që ishte problem të takohesh për shembull një shkrimtar I Tetovës me një shkrimtar të Shqipërisë, për shembull raporti Murat Isaku me Dimitri Shuteriqin, me Zana Shuteriqin, me një numër të madh të shkrimtarëve, ka qenë një takim familjar dhe miqësor, dhe kësaj kanë bërë nder dhe letërsisë. Libri ka qarkulluar me gjithë sfidën për të qenë I penguar, flas për vitet para 98-s, ku e di nuk kur ka qenë ai problemi I mos qarkullimit të librit shqip. E kemi Abdelaziz Islamin, kemi shkrimtarë cilët kemi mundësi të krenohemi me ta, e jona është I studiojmë, të I lexojmë, të shpërndajmë si ide të studentët. Shumë e vërtet. Cilët kanë qenë mbase autorët, sepse e the edhe librin e parë që e ke lexuar, për cilët kanë qenë ato autorë të cilët mendon që kanë ndikuar në formimin tënd si shkrimtar, të themi në këtë aspekt? Sigurisht, çdo shkrimtar ka një libër që e lë kështu si një libër të mendimit, prekaniste dhe mekanizmi I shkrimtarit. Unë kam pas për Kadare. Jo nga fakti se më vonë kam studiuar Kadare, po thjesht ka qenë një aja e rrugtimit tim për ta kuptuar pikërisht këtë shkrimtar. Ka atë shumë personazhe, ka një panoramë të hatashme të personazheve dhe secili është më I mirë se tjetri. Si personazhe femra, si ato burra, si personazhe të rralla, si personazhe që përsëriten dhe Kadareja ka këtë komponent të fuqishme sepse ka personazhe që përsëriten brenda veprës
brenda komplet opusit letrar. Mendoj se Kadareja ka qenë një lloj targeti, nëse mund të themi. Për herë i këndshëm për lexim, për herë i këndshëm për studim. Edhe në kuadër të ushtrimeve që ne bëjmë me studentët, ndodh që shpesh për herë përmendi Kadareja, sikur autor tjerë s'ka, sikur Çajupi nuk ekziston, ose Azdreni ose të tjerët. Unë e jap si ide për të bërë një analizë pikërisht për Kadarejen, nga faktikisht e njoh, dhe ne japim përvojat tona profesionale dhe të leximeve tona, ndërkohë që jeni të lirë dhe të gjeni mundësi të gjejmë tekste tjera, sepse Kadareja nuk është i vetëm. Realisht edhe për Kadareja nuk bëm diçka serioze në kuptimin e rikujtimit dhe kujtimit për ta. Vdiq ashtu pa buj, me pak aktivitete, madje vetëm një aktivitet është shënuar në Shkup në kuadër të teatrit në Shkup, ku lexoam poezi dhe thjesht ishte një lloj larje borxhi modest. Mendon që duhet bëhet më tepër? Absolutisht. Duhet bëhen simpoziume shkencore, duhet bëhen studime, duhet ribotohet vepra aty, duhet qarkullohet, duhet përkthehet, sepse edhe përkthimi është një element i rëndësishëm që jep jetë librit dhe e çonte pala tjetër që nuk e din gjuhën shqipe. Përkthimi për herë ka qenë ajo ura që i ka lidh pikërisht kulturat. Kadares nuk i mungojnë përkthimet, po duhet rritet numri i gjuhëve. Pse jo, po, sigurisht. Dhe në fakt është gjë e bukur kur thua që pikërisht personi që ka ndikuar është pikërisht një shqiptar, pra Ismail Kadarej në këtë rast, dhe në fakt edhe ke studiuar e the edhe vete, nëse s'gaboj temën e masterit e ke studiuar tipologjinë për tipologjinë ke shkruar edhe për tipologjinë e personazheve të romanet e Kadarej. Është problem të studiohet personazhet, sepse është një tipar kompleks, është problem të studiohet njeriu, sa ai personazhi është pikërisht një njeri, po në kuadër të veprës merr format tjetër, është imagjinar, është fiksacional, ka strukturë veçantë, mund të studiohet gjuha e personazhit. Ne flasim më për çështjen e dukjes, sepse pikërisht nga kategoritë që përmend ose i ka si elemente të fuqishme vepra e Kadares, ka shumë çka, për shembull ke heroin, ke antiheroin, përmbysjen e kohëve ku ai antiheroi është hero në një kohë tjetër. E kanë të përgjithshme se këtë personazhet e kanë atë frikën e survejimit, sepse pikërisht Kadareja shkroi me një kohë shumë të sertë politike, ku kishim një raport jo të mirë të shkrimtarit me diktatorin e asaj kohe. Dhe ana tjetër është e sfida për dal pikërisht nga kjo vujtja e survejimit. Janë survejuar intimitetet e njerëzve, janë survejuar gjithçka. Madje ka një personazh që quhet Dulla i Baxhës, i cili ka net në kul. Ka vendu durrë dhe ka ndjek, si ato plakat e Zvicrës. Po megjithatë, format e survejimit ka qenë jashtëzakonisht sofistikuara. Në moment kur ai flet për Tabir Sarajin, atë pallatin e ëndrave, ku po dekodohen ëndrat, nuk është pallati i ëndrave, është Ministria e Punëve të Brendshme, e cila vëzhgon gjithçka. Kadareja është jashtëzakonisht mjeshtër i krimit të alegorisë, dhe shpesh alegoria si figurë stilistike ka shpëtuar edhe jetën e Kadares. Po na iku nga Shqipëria, duke u ndjekur nga shërbimi sekret deri në aeroportin e Parisit. Ishte një lloj sfide jo e lehtë të jetosh në një shtet siç është Shqipëria e asaj kohe. Shumë e vërtet në fakt dhe ajo që të paktën edhe unë mendoj në fakt në librat e Kadares është që edhe titulli gjithmonë i ka jo provokues, por që siç e përmend edhe pallatin e ëndrave, kur e dëgjon një herë mendon që flitet për disa ëndra, por që në fakt është libër. Në doktoraturës e kam pas edhe për këtë çështjen e emërvënies së veprave, si ka emërtuar. Shumë prilli i thyer. Po. Fillet e ftohta të marsit, na doli prap muaji mars. Nëntori i një kryeqyteti. Krejt janë me muaj, sepse pikërisht në ato tekste ndoshta flitet edhe për një periudhë caktuar historike, sepse raporti i historisë me letërsinë nuk është një raport i prerë me thik, po është një raport interkomunikues. Për shembull te viti mbrapsht aty flitet pikërisht për luftën për pushtimin e Italisë. Nga ky tekst është bërë dhe filmi i Blerim Destani, dhe zakonisht romani nuk shquhet për dialogje, sepse ka shumë përshkrime, u desh të merret leja zyrtare nga Ismail Kadarej për shembull për të përdorur ky tekst për të shndruar në film, se njihet kjo teoria adaptimit të romanit në film, nuk është një diçka që ka ndodhur vetëm te Kadarej, ka ndodhur edhe me romane tjera, Romeo e Julieta, Iliada, Odiseja, një pjesë e madhe e letërsisë botërore, sikur kalon ka ekranizimi ose digitalizimi. Dhe kjo e transformon edhe lexuesit. Sepse ne që jemi pasionantë të leximit të librit të letrës, dhe ai që lexon për shembull në ekran ose në forma tjera, mendoj se kanë bërë një transformim të brendshëm edhe
e frikshme. Se sa po largohemi nga letra dhe po kalojmë nga ekrani. Kam ato dozat e mia të rezervës, sepse ekrani mund të krijojë kujtesë më të madhe tek lexuesi, po kënaqësia e leximit është diçka tjetër. Ato që përmend Borgesi si janë tekste që të krijojnë kënaqësi kur lexon. Flas për një lexues elitar, për një lexues më të përgatitur, që e don librin. Shkon me kënaqësi, e blen, Milan Kundera në identitetin, ulet, lexon, e gjen një kënd brenda dhomës vete, një laps, merr shënime, e bën komplet një proces krijues të veçantë dhe merr shënime. Ndërsa ekrani kam përshtypjen se është perceptim, dhe perceptimi shpesh lidhet me 2 dënë. Po. Leximi kërkon 3 dënë, kërkon të hysh pak më thellë. Absolutisht. Dhe në fakt është kjo një nga sfidat e librit pikërisht edhe në ditët e sotme, edhe rrjetet sociale, edhe sepse rrjetet sociale kanë ndikuar edhe në atë që njerëzit tashmë nuk kanë durim të lexojnë gjëra më të gjata, e kanë më lehti të shohin. Kjo pjesë, për shembull, ka matje shkencore, për shembull, që tregojnë për evoluimin e librit, për shembull, prej letrës papirusit te shqipshkronja Gutenbergut, e cila është një nga shpiket më të mëdha të njerëzimit, se përmes shqipshkronjës ne shtypëm librin dhe e shufishuam dhe e shpërndam dhe ndikuam. Dhe deri te kjo pjesa e digitalizimit, e futjes kategorisë internetit, sepse bota ndahet para internetit dhe pas internetit. Ka një ndryshim esencial, për shembull, ka ndryshuar kërkesën e lexuesit, ka ndryshuar qasjen, janë ndryshuar strategjitë e leximit. Dhe neve na mungojnë edukimi mediatik të nxënësit, të studentët e letërsisë, që t'i përgatitim se si t'i qasin një libri, pavarësisht mediumit ku ai shtrihet, nëse ai është letër ose ekran ose telefon. Gjeneratat e touchscreenit të fundit janë të prirur të lexojnë në ekran, sepse nuk e kanë njohur më herët letërsinë ose tekstin ose librin. Ne që jemi mixed mes atij librit klasik dhe të ekranizimit, kam përshtypje se do kthehemi sërish te libri. Ata që janë adhurues të librit të shtypur të letrës, kanë një qasje, kanë një lloj kimie ndryshe nga letrës, ndërsa këta që janë të ekranit vuajnë nga informatat e pafiltruara, sepse ekrani ka gjithçka. Ti nuk mund të lexosh në telefon dhe në moment vjen një mesazh që ta davarit kujdesën. Nuk mund të lexosh as në iPad, sepse pikërisht edhe çështja e leximit me një ekran ashtu me atë gishtin që duhet i lëviz vazhdimisht ato scrolling si quhet, kam përshtypje se bëhet një lloj improvizimi. Nuk e lexojmë që të kënaqemi. Ne duhet ta lexojmë letërsinë sepse pikërisht letërsia duhet na kënaqë. Ne nuk e lexojmë letërsinë që të informohemi. Ne informohemi në gjeografi, se këto janë kjo është Sahara, këto janë planetët, më thonë, kam përshtypje se letërsia është një kategorizim komplet tjetër. Është një art terapeutik, më thonë që merret shumë më herët dhe zhvillohet në nivele nga me buta tek më e rënda, sepse nuk mund të shkojmë ne ta lexojmë emrin e të ndafilit të Umberto Ecos, ndërkohë që ne nuk kemi para lexime. Kërkon një lloj historie leximesh më të buta në aspekt të kuptimit, se nuk mund të shkojmë të lexojmë postmoderne nëse ne nuk e kemi kaluar pikërisht fazat më të hershme. Shumë vërtet. Realisht digitalizimi i librit paraqet një sfidë në gjithë globin, jo vetëm te na shqiptarët. Përmes kësaj, sepse kur ne botojmë një tekst ose e hedhim në eter, nuk kemi redaktor, nuk kemi lektor. Vetëm japim një share dhe krijojmë një lloj opinioni treshëm. Sigurisht treshëm, sepse kur marrim mënyrën se sa rënd është përgatitur një libër, me kujdesin, me ata sy sugjezues që duhet i ndjekish këtë gabimet, mandej t'ia përcjellësh edhe një kolegu tjetër mos po ikna e gabim, sepse pikërisht libri i mirë kërkon kujdes. Unë jam i thari i librit të shtypur, i letrës, dhe kjo nuk do të mbyllet, sepse libri ka të kaluar shumë sfida, ka të kaluar edhe problemin e pandemisë. Nuk ishte diçka që ndërpriste jetën e librit ose kishte jetën e vet. Nuk u ndal në asnjë lloj epidemi ose pandemie që ka pas historia e njerëzimit. Shumë e vërtetë. Dhe mendon që do të rikthehet përsëri ajo dashuria për librin? Absolutisht. Flas për letërsinë. Se ndoshta mjekësisë ndoshta nuk i duhet librat e shtypur sepse lexojnë atlase, atlaset nuk i kanë nevojë të kenë përmes letrës, i kanë përmes ekranit, mandej kanë në forma 3D për ta pa eshtrat se si duken. Është diçka tjetër. Letërsia, duke qenë se është një produkt intelektual, është një çudi, është një botë ndryshe. Nuk po e rris për shembull vlerat e profesionit tonë që ne kemi, po thjesht studentët, gjithë lexuesit duhet të lexojnë librin e shtypur.
Shumë e vërtet, në fakt, sepse vetëm kur e mendoj tash ato romanet apo ato veprat letrare, ti je ulur në një tren dhe ta lexosh në telefon, nuk e ka atë ndjesinë e njëjtë si të marrësh librin klasik dhe ta lexosh, besoj. Mendoj se ekranizimi ka dhënë atë një imazh pak për të krijuar disa profile trejshme, sepse librin e përdorin për fotografi dhe për klikime. Nuk është libri diçka që ti të japin ndonjë estetik për mënyrën se si e merr e lexon ose si ke marr pozën për fotografi. Libri duhet lexohet sepse nga libri mund të kuptohet shumë çka. Mund edhe të kënaqesh nga leximi. Nuk është libri dekor, edhe pse nuk është frikë të fotografohesh me librin, fotografoni me librin, është e lejuar, po hape librin. Borhesi thot libri nuk është asgjë, deri në momentin kur ti nuk e hap. Dhe pastaj shfaqet një botë komplet tjetër. Flas për marrëdhëniet ndryshe të një lexuesi i cili e do letërsinë. Don aty duhet vetëm një rekomandim i mirë i profesorit të letërsisë që t'ja përzgjedh pak një listing të mirë të emrave dhe veprave, se kjo është detyra jonë. Mbase nuk është mirë të humbet kohë ndonjëherë për libra të cilat nuk meritojnë vëmendje. Dhe kiçi dhe shundi që funksionon në letërsinë tonë, hovin më të madh e ka marrë pikërisht përmes rrjeteve sociale. Kush do shkruan për shembull? Unë po flas edhe me emra, vjen Enelaj Cufi dhe promovon libër në universitet. Ndërkohë se ai është një lloj statusgjie, domethënë një njeri që shkruan status e Facebookit nuk shkruan letërsi. Këto duhet thonë publikisht. Ka dallim esencial të Enelajit dhe autorëve të tjerë për shembull. Bëhet një listë, të hiqen disa, të filtrohet letërsia. Nuk është letërsia për secilin. Unë i ka nda, për shembull, Dushi shkon më lart, këtë koncept thotë letërsia është nuk është për të gjithë, është për ata shpirt realitar të cilat janë të përgatitur për ta ndjetur ata. Shumë e vërtet, në fakt. Do të pyes edhe për listën ose për disa libra të cilat mund t'ju ndihmojnë atyre që nuk kanë base kulturë leximi. Cili do të ishte një libër ose disa libra në fakt që do t'ia sugjeronit personave që nuk kanë base, nuk e kanë krijuar ende atë kulturën e leximit. Me kë duhet t'ia fillojnë? Me cilin libër duhet të fillojnë? Katarin. Sigurisht, komplet opusi letrari Katares meriton të lexohet, sepse ka mundësi për shumë nivele lexuesish. Sigurisht, duke filluar nga i lexuesi që flas për studentin e letërsisë, ka mundësi që të absorbojë pikërisht shumë shka nga vepra e Katares. Nuk do të lënë anësh as Diana Çuli, nuk do të lënë anësh as veprat e Agim Vincës, si të mos Konkubina, e cila është botuar së fundi nga një shtëpi serioze, botuese siç është Syth e Vjollës Berishës. Duhet lexohet edhe Vjollës Berisha, duhet lexohen edhe autorë të ri, duhet lexohet edhe Brezi jon, ta lexojmë njëri tjetrin. Sepse mendoj se ky interkomunikim do të funksionojë. Ti dim paktën veprat e njëri tjetrit. Mos shkojmë shumë larg, se interesant, ne lexojmë gjithçka që vjen nga Shqipëria. Ndërkohë nuk funksionon një lloj pariteti në anën e kundërt. Ne kemi lexuar Kataren, Ridvan Dibron, Prit Ragollin, një numër të madh të veprave dhe autorëve të Shqipërisë, ndërkohë që ne kur i themi aty ne keni lexuar për shembull Saladin Saliu, kanë lexuar një grup i caktuar i miqve të Sarendinit. Më thonë nuk është letërsia rrop i rekomandimeve miqësore, sepse duhet krijohen edhe bashkëpunime institucionale, të ftohen, të përkthehen, të studiohen, të ketë një lloj komunikim pak më serioz. Është interesant fakti për shembull në kuadrat e letërsisë bashkëkohore, në programet e letërsisë që kanë studentët e Tiranës nuk e kanë përfshirë Murat Isakun. Është një shkrimtar jashtëzakonisht i cili meriton që ka një opus letrar. Është edhe poet edhe romancier. Si romancier është jashtëzakonshëm. Madje edhe vlera pikërisht më e madhe e Murat Isakut është pikërisht te romanet. Romani Plagët e tejkalon vlerën e shumë romaneve të shkruara nga shkrimtarë eminentë të letërsisë bashkëkohore që krijohet në Shqipërinë, në shtetin. Gjithashtu do të ketë një lloj komunikimi edhe me letërsinë në Kosovë. Nuk i kemi rrugët, nuk i kemi muret e mëdha që pengojnë pikërisht qarkullimin e librit, mundësitë përmes internetit, miqësitë që ne i krijojmë çdo ditë. Edhe me shkrimtar, duhet të institucionalizohen, të krijojnë raporte, të krijojnë festivale proze dhe poezie që na mungojnë. Edhe një festival që e kishim në Tetov e mbytëm nga mungesa e fondeve, sepse pikërisht festivalet e mëdha nuk mund të funksionojnë pa mjete financiare, sepse kanë kosto. Krijojnë festivale në përqoshe që e zbehin pikërisht atë vlerën e letërsisë. Improvizime kemi sa të duash, kur çoj çdo ditë botohet ka një libër, çdo ditë ka një promovim, udhtojmë nga një sallë tjetër, pa mos me më të mirë atë cilësinë që ka e libër. Kam përshtypje se na mungojnë ato filtrat
që ndoshta kemi pas shumë të fuqishëm më herët, kemi pas shumë hatër, i kemi thonë gjëra trosh, tash për hir të miqësive, jo është friend me dika tjetër, është mik me dika, është familjar, kemi krijuar një lloj klani interesant edhe në letërsi, krahas klaneve që kanë këto nëpër politika, i kemi krijuar edhe klanet tona në letërsi dhe e bëjnë peng të miqësive të ngushta. Shkojmë te njëri tjetrit grupe caktuara. Një grup mban një festival në Kumanov, një tjetër mban festival, në kam përshtypje se shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë nevojë për shumë festivale, kanë nevojë për një dhe të mirë dhe serioz. Tjetë si duhet, po. Pa tjeta e peshorja e kualiteteve tona. Sigurisht. Dhe në fakt duhet të ketë atë që e the, duhet të ketë edhe më shumë bashkëpunime. Në fakt më vjen mirë kur të pyeta cilat do t'i kishe sugjeruar, sepse shpesh dëgjojmë emrat e autorëve të letërsisë botërore, që nuk është gjë e keqe, por që e rëndësishme është të fillojmë me letërsia shqipe, lexuesi shqiptar nuk ka pasur problem asnjëherë. Po. Shumica e lexuesve mbas edhe dinë dhe gjuhë huaj dhe lexojnë vetëm në origjinal, po përkthimi i klasikëve nuk ka munguar. Madje shumë herët në Shqipëri ka qenë i përkthyer shumë herët letërsia klasikët, sidomos mund të përmendi për shembull përkthimet që ka bën Noli. Dhe Noli përveç që ishte përkthyes, ishte një lloj selektuesi i veçantë se çfarë përkthente, të cilën vepër. Janë të famshme për shembull përkthimet që ka bën Noli, kur thotë Nevermore e përkthen si kur më, nuk e përkthen si asnjëherë. Nevermore asnjëherë. Po kur më sikur ja vet pikën në ndërtet. Kemi edhe përkthyes të mirë, do nuk mund të ankohemi në atë mungesë të përkthimeve, por përkthimi është i shtrejtë. Të përkthesh nga një gjuhë, të përkthesh poezinë dhe të ruash vlera stilistike dhe estetike që ka poezia, kam përshtypje se përkthyesi bën një punë shumë të madhe. Shumë e vërtetë. Nuk është vetëm ai kalimi 180 shkallësh nga gjuha mam në gjuhën e përkthyer, po poezia sidomos është ajo që humbet gjatë përkthimit. Kam përshtypje sikur i him pak mbosh. Se thotë përkthyesi është tradutore dhe tradutore nga italishtja vjen edhe tradhtar. Sikur e tradhton gjuhën mam në aspekt të gjuhës në synim. Shumë e vërtet. Shkurt, vetëm për fund, dhe me thëmë vetëm një titull më duhet, sepse jemi bashkë në fund të emisionit. Nëse jeta jote sot në këtë pikë ku je, do t'ishte një libër, cili do t'ishte titulli i këtij libri? Identiteti i Kunderës, kam përshtypje se kam një lloj parafërsie me personazhet. Është një autor i cili ka pas një jetë të ngjashme siç e ka pasur Kadare. Nëse Kadare ka pasur raporte të këqija me Verhoxhën, Milan Kundera ka pasur me Stalinin, më thonë, është një jetë e ngjashme dhe mendoj se identiteti duhet lexohet, madje edhe të rekomandohet. E bukur kjo në fakt, identiteti. Mbase do kemi edhe një libër nga ty, identiteti, kur do bësh një përmbyllje. Ta shpresoj. Kundera e sqaron identitetin, më thonë, si një lloj shumësie e keqkuptimeve, se ne shpesh kur i shohim njerëzit edhe i keqkuptojmë. Ai është identiteti së jashtmi, ndërkohë që njeriu ka identitetin së brendshmi. Janë zemrat e njerëzve ato që flasin për identitetin së brendshmi. Shumë e vërtet. Profesor, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit që ndave nga rrugtimi yt edhe që na tregove në fakt edhe pak edhe nga Indjeri Rexhepçosja tashmë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim emisionin. Nesër do të jeni së bashku me kolegen Flora Shabani. Ju uroj një pasditë të këndshme e bashkë mirupafshim.